Bashkia e Marrës dhe ajo e Vlorës shtojnë flotën zjarr fikse për përballimin e situatave të zjarreve gjatë sezonit veror, pavarësisht se numri i batrave të zjarrit këtë vit rezulton më i ulët krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Autoritetet vlerësojnë se nevoja për mjete dhe logjistik mbetet e domosdoshme. Sipas përgjegjësit të emergjencave civile pranë prefekturës së Vlorës, Robert Skëndaj, Bashkia e Marrës është ndër njësitë vendore që ka kushtuar më shumë vëmendje forcimit të kapaciteteve dhe logjistikës për ekipet zjarr fikse në terren. Investimet kanë synuar përmirësimin e mjeteve dhe pajisjeve që përdoren nga shërbimet në terren, veçanërisht në zonat malore dhe në territore ku ndërhyrja është e vështirë. Ndërkohë edhe Bashkia e Vlorës ka shtuar flotën e saj zjarr fikse, vetëm gjatë këtij viti flotës janë shtuar 2 mjete të rinj, duke rritur kapacitetet për ndërhyrje në rastet e zjarreve. Pavarësisht uljes së numrit të zjarreve, Skëndaj thekson se infrastruktura logjistika dhe mjetet e nevojshme mbeten një domosdoshmëri për shërbimet zjarr fikse, pasi janë pikërisht ekipet e terrenit ato që përballen në vijën e parë me flakët. Kryesisht këto situata janë përballuar me kapacitetet e qarkut të Vlorës, por vlen të përmendet që në 2 raste kemi dashur dhe mbështetjen si nga KMC-ja, ashtu dhe nga bashkitë fqinje, dhe në rastin e Ksamilit kemi pasur mbështetje edhe nga qarku i Gjirokastër. Një vlerësim dhe një bashkëpunim i mirë për këtë periudhë është për sa i përket edhe me Drejtorinë Vendore të Policisë, për sa i përket zbulueshmërisë autorëve të vendosjes së këtyre zjarreve. Por për vitin 2026, një hap pozitiv që mund të përmendet si vlerë e shtuar në territorin e qarkut Vlorë është shtimi i flotës së mjeteve zjarr fikse në territor. Këtu vlen për përmendur Bashkia e Marrë, që është një nga bashkitë më shembull, që vetëm për vitin 2026 është përforcuar me 2 mjete zjarr fikse dhe me një bot zjarr fiks. Të njëjtën gjë kemi përforcime edhe në Bashkinë e Vlorës, në Bashkinë e Delvinës dhe në Bashkinë e Konispolit. Atëherë është hipokrizi që të them që rreziku ka kaluar, për arsye se nga viti në vit shohim që shtrirja e zjarreve nuk është më vetëm sezonale, korrik, gusht ose shtator, por shtrirjen e zjarreve ne pothuajse fillojmë që nga janari dhe vazhdojmë deri në muajin nëntor. Për sa i përket kësaj problematike që qarku i Vlorës për vitin 2025 ka qenë një nga qarqet më problematike për sa i përket si sasisë së zjarreve, ashtu dhe dëmeve të bëra, kryesisht në bashkitë Delvin dhe Fini që kanë qenë më problematikat, situatat janë kthyer në normalitet dhe kundrejt akteve normative të qeverisë shqiptare kanë dalë fondet përkatëse për kompensimin e dëmeve si në Bashkinë e Delvinës ashtu dhe në Bashkinë e Finiqit. Situata e zjarreve krahasuar me vitin e kaluar ka rënë thuajse në 60% më pak. Megjithatë, rreziku nga zjarret nuk largohet asnjëherë, pasi zjarret nuk janë vetëm një problem i sezonit të verës, por mund të shfaqen gjatë gjithë pjesës më të madhe të vitit. Për këtë arsye, pajisjet, mjetet dhe logjistika janë të domosdoshme për ekipet që përballen drejt për drejt me batrat e zjarrit. Në një tjetër aspekt, strukturat vendore dhe ato të sigurisë kanë vijuar punën për identifikimin e personave që dyshohet se kanë shkaktuar zjarret. Sipas Skëndaj, në bashkëpunim me policinë dhe prokurorinë janë identifikuar autor të dyshuar për disa prej rasteve të zjarreve të regjistruara deri më tani, ndërsa hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rasteve dhe vendosjen e tyre përpara përgjegjësisë ligjore. Autoritetet paralajmërojnë se pavarësisht përmirësimit të situatës krahasuar me vitin e kaluar, temperaturat e larta era dhe kushtet e thata vijojnë të përbëjnë një rrezik serioz për përhapjen e shpejtë të flakëve, duke e bërë të domosdoshme gatishmërinë e shërbimeve zjarr fikse gjatë gjithë periudhës.